Në muajin shtator pritet të ketë rreth 4.900 nxënës të klasës së parë më pak krahasuar me vitin e kaluar, deklaroi sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke theksuar se shifra ende nuk është përfundimtare. Edhe për vitin e ri shkollor, ekspertët si shkak kryesor të kësaj rënje përmendin problemet kronike me të cilat përballet vendi. Sipas tyre, numri i nxënësve të klasës së parë po zvogëlohet për shkak të rënjes së natalitetit, por dhe si pasojë e emigrimit të përhershëm të popullsisë në moshë riprodhuese dhe asaj në moshë pune. Në konferencën për media në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, ku u publikuan rezultatet e maturës shtetërore, ministria tha se po zvogëlohet numri i nxënësve të shkollave të mesme dhe i studentëve, por rënje më drastike bëhet te numri i nxënësve që regjistrohen në klasën e parë. Никъде около 4.900 првачења помалку од лани до оваа година. Deri më tani kemi rreth 4.900 nxënës të klasës së parë, më pak se vitin e kaluar. Edhe nëse regjistrohen të tjerë, do të kemi së paku 3.000 nxënës më pak. Këtë trend e presim edhe vitin e ardhshëm, gjë që është dëshpëruese për vendin. Ndryshe në komunën e Tetovës pritet që 1.025 nxënës të regjistrohen në shkollat fillore. Nëse bëjmë një krahasim me vitin e kaluar, ky numër është rritur për rreth 90 nxënës, por mbetet për tu parë se sa nga këta fëmijë ndodhen aktualisht në Maqedoni dhe nuk janë shpërngulur. Nga sektori për arsim në komunën e Tetovës thonë se të dhënat nga librat am tregojnë se ka një rritje të numrit të nxënësve. Nga ky sektor përmendën edhe njoftimin se komuna e Tetovës do të subvencionojë me nga 100 euro çdo nxënës që regjistrohet në klasën e parë në shkollat fillore të qytetit.